Është e qartë që mendësia asnjëherë nuk ka pas asnjë moment në histori e që ka ndryshu dhe ka marrë një kaje tjetër përveç kësaj që e përmenëm më lartë edhe profesori edhe unë deri me tani, dhe në aspektin e sigurisë në fakt Kisha Ortodokse Serbe me prezencën e saj në territoret e Kosovës, Bosnës Hercegovinës dhe Malit të Zi, po ashtu edhe Maqedonisë, e ka në një farë mënyrë dorën e zgjatur të spiojve të butë, nëse mund të shprehem ashtu me një term pak më ndryshe nga spionazhi klasik, ku e përdor klerin ortodoks për nevojat e veta, qoftë për të destabilizuar rajonin apo për të këmbyer informata të ndryshme të cilat mund të mblidhen në rrugë operative në të cilat rrugë në fakt manastiri ka qenë gjithmonë i gatshëm që të shërbehet. Dhe kisha me përmend këto dy raste paksa më interesante për këtë kohën të cilën e kemi jetuar edhe ne vetë, dhe mund të them nga ajo që kam përjetuar personalisht me manastirin e Deviqit në fshatin Llaush, pra në fshatin tim, ku gjatë luftës në kohën e shumta ai manastir ka qenë në kontrollin e UÇK-s, por asnjëherë nuk ka asnjë rast të evidentuar që pjesëtarët e UÇK-s kanë hyrë aty dhe kanë kërcënuar personelin e manastirit. Përkundrazi, në disa raste me ardhen e grupeve të ndryshme të gazetarëve të huaj, në një rast ka qenë edhe një gazetar serb i Beogradit, të cilit ja kemi mundësuar shkurjen në manastir për të pa vetë me sytë e tij që popullata shqiptare dhe UÇK-ja nuk prekin këto institucione, dhe ai pasi është kthy në Beograd ka bërë një shkrim lidhur me këto, por që më vonë ka vujtë edhe pasojat për shkak të këtij shkrimi. Gjithmonë po flas sipas asaj që na është thënë prej gazetarëve të huaj. Dhe rasti i fundit tani në kohë po që kemi manastirin e Rakinicës, për cilin besoj që profesori është edhe më i njohur, kur u ngrit një çështje edhe në Kombet e Bashkuara për shkak se aty kishin shkuar disa shqiptar dhe kishin zhvilluar disa aktivitete të cilat ata i kanë konsideruar si të kundërligjshme, dhe kjo punë më pastaj ka shkuar edhe deri në gjykatë, me çka gjykata ka dhënë fjalën e fundit, pra verdiktin e fundit, dhe ka treguar që ajo kishë nuk i takon kishës ortodokse serbe. Pra janë këto numëri lojrash që i bën Kisha Ortodokse serbe. Gecaj, të falenderoj shumë për kohën që gjetë të lidhesh drejt për drejt me ne në emisionin 5. Shumë faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit juaj.